Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në një edicion tjetër të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Sonde flasim për Evropën, ndryshe, jo për procedura, marrëveshje apo kapituj negociatash, por për mundësi reale, për projekte që prekin jetën e të rinjve, për vlera që bëhen përvojë. Europe House në Shkup është një nga adresat kryesore ku Bashkimi Evropian komunikon me qytetarët dhe posaçërisht me të rinj përmes aktiviteteve kreative, debateve, programeve dhe risive si loja Navigator që synon ndërgjegjësimin mbi të drejtat e njerëzit. Sonte me mua në studio është Valon Salihu dhe do të na tregon më shumë për përvojën e shtëpisë së Evropës dhe aktiviteteve të saj. Mirëserdhje Valon. Përshëndetje Nora, faleminderit për ftesën, çdo kënaqësi. Kemi pas mundësi të diskutojmë për aktivitetet e të rinjeve, por sot, mendoj në këtë periudhë, Europe House ka shënuar edhe 6 vjetorin e saj të ekzistencës këtu në Maqedoni. Na thuaj pak më shumë për rëndësinë dhe rolin e saj dhe shtrirje në qytete tjera. Çfarë efekti ka pasur kjo? Sinqet seke, Europe House si vjet festoi edhe 6 vjetorin e saj. Nëse analizojmë periudhën e 6 vjetorit, ka pas një zhvillim të jetë interesant. Përpara ka qenë njohur si EU Infoqendra, ku ka pas më shumë, si të them, një moment ose ka pas një detyrë pak më të thjeshtë për të informuar qytetarët, mirë po para 6 vitesh ribrandohet në Europe House dhe fillon të angazhohet më tepër me aktivitetet të cilat kanë të bëjnë më shumë me të rinj. Edhe momentin kur u hap Europe House para 6 vite, simbolikisht ambasadori asaj kohe ja dha çelësin e shtëpisë së Evropës të rinjve. Edhe është interesant që brenda 6 viteve ka një zhvillim të jetë të mirë, nëse mund të them ashtu, pasi që ne sot gëzojmë 7 Europe Houses në gjithë territorin e Maqedonisë. Është diçka për të përshëndetur, sidomos duke marrë parasysh faktin se Europe House është hapur në rajone ku edhe mungojnë qendra ku të rinjt mund të mirën me aktivitetet ndryshme, mund të gjejnë një farë mbështetje kështu me radhë. Kështu që ajo që përfaqësojmë ne është, si të them, mbështetja, shtrirja e dorës tek të rinjt, tek iniciativat e tyre, mirë po duke mos e lënë anësh edhe sektorin civil. Kur përmende aktivitetet e të rinjeve dhe pikat kyçe apo shtëpitë e Evropës, pasi që ka të bëj më shumë me aktivitetet të rinjve, sa i përqafojnë këto vlera evropiane, apo sa kyçen të rinj vetë me ndonjë iniciativë të tyre në aktivitetet, në veçanti kur bëhet fjalë në vende siç i përmendet, domethënë jashtë kryeqendrës, pasi që aktivitetet janë të fokusuara në Shkup më shumë dhe shtrihen në vende tjera. Po nuk kisha thënë, si kalon koha kemi më shumë aktivitete në për qytete të ndryshme, neve vetëm vjet kemi pas dikon 999 aktivitete në gjithë territorin, në gjitha 7 Europe Houses, kështu që besoj edhe si vjet do jemi aty afër dikund. Kemi qendër përpos Shkupit kemi qendër në Tetov, kemi në Manastir, kemi në Veles, në Kriva Pallank, në Strumic dhe në Strug. Kështu që kemi pas aktivitete të ndryshme Nora. Sa mbështetet nga të rinjt edhe sa i përfaqësojnë vlerat, dua të them se periudhën që kam filluar të punoj në Europe House e kam vërejt më shumë se sa kualitet kemi neve këtu. Thua sa i përputhemi neve vlerave evropiane, nuk do kisha definuar ashtu pas që ne vetë gjendemi në Evropë, në kontinent si Evropa, dhe deshte nuk deshte jemi një pjesë e asaj kulture. Kemi mjaft talentri, kemi mjaft të rinj të cilë kanë iniciativa të ndryshme, mirë po fatkeqësisht nuk e kanë hapësirën e duhur, fatkeqësisht ende nuk e kanë atë mbështetjen edhe jo rastisht kemi migrim të rinjve jashtë vendit. Kështu që një prej synimeve tona është që përpos t'ua japim atë shansën, t'ua hapim derën, t'ua japim hapësirën dhe t'ua zgjasim dorën, të mundohemi në një farë mënyrë t'i mbajmë të rinjt këtu, t'i mbajmë ato talentet, nëse mund të themi ashtu. Edhe pse Europe House gjithashtu jep edhe mundësi
me Erasmusin, shkëmbimin e studentëve, mirë po ajo bëhet për të marrë një eksperiencë jashtë, për të parë se si funksionon edukimi jashtë, mirë po gjithmonë me qëllim që të kthejnë këtu dhe të kontribuojnë për vendin. Kështu që kemi iniciativa të shumta të cilat ndërmerren nga të rinj. Një ndër politikat e Europe House-it është kur aplikon për ndonjë projekt të shfrytëzosh hapësirat e Europe Houses, një ndër politikat është që të jeti ndërlidhur diçka me të rinj. Kështu që gjatë tan kohën, ndoshta mbi 90% të rasteve kemi përplot të mbushura me të rinj të sferave të ndryshme, duke filluar nga kultura, kemi angazhime projekte në lidhje me ambientin, me natyrën, kemi në aspekte mjekësisë e kështu me radhë, dhe sinqerisht më gëzon fakti se kemi një rini mjaft të shëndosh edhe e interesuar të them. Mirë po, potenciali është ende më i madh, realisht kemi potencial, edhe shpresoj që në një të ardhmen më të afër do shohim edhe më shumë iniciativa nga të rinjt. Përmende programin numër 1 mund ta quajmë Erasmus, që është i Bashkimit Evropian që ofron mundësi studentëve të vendit të ndoshta edhe të shijojnë ato përvojat evropiane në vende tjera gjatë studimeve të tyre apo të shkëmbejnë përvojat e tyre, mund të them. Para se të kalojmë atje, do të ndalesha pak te loja e famshme tani më ditëve të fundit, e cila po diskutohet mjaft, por edhe është mirë që të flitet e përflitet më shumë, pasi që po zbehen aktivitetet për shënimin e 16 ditëve të aktivizmit për dhunën në bazë gjinore, dhe kjo shënon edhe ditën përfundimtare apo 10 dhjetorin, kur është dita e të drejtave të njerëzit. Loja Navigator, dyshi, çka përfaqëson? Do të thënë është pjesa portokallit të cilën e përmenda pak a shumë, por na thuaj më shumë detaje se si funksionon. Loja Navigator është një iniciativë e cila filloi vitin e kaluar, duke marrë parasysh se neve një ndër aktivitetet e shumta që kemi gjatë vitit është të shënojmë këto ditë që janë ndërkombëtare më me rëndësi, edhe nëpërmjet këtyre ditëve të bëjmë ndonjë organizim, të përçojmë ndonjë mesazh, të edukojmë një masë të njerëzve kështu me radhë, dhe vjet erdhëm në një ide për ditën e të drejtave të njerëzit. Anës ceremonisë vetë ditës dhe shënimit të saj, deshëm të bëjmë diçka pak më tepër. Edhe thamë pse nuk po provojmë disi ti edukojmë, sidomos të rinjt në vend, për temën e drejtave të njerëzit, duke marrë parasysh se neve çdo ditë ballafaqohemi me probleme të cilat kanë të bëjnë me drejtat e njerëzit. Edhe vjet si iniciativë e tillë erdhëm në një përfundim të bëjmë një lojë online, duke marrë parasysh se jemi në epokën e inteligjencës artificiale, teknologjisë e kështu me radhë, dhe të rinjt janë ditë ditës më shumë të futur në gamification, nëse mund të them ashtu, dhe ideja erdhi nga vetë kjo, dhe thamë do të bëjmë diçka që edhe do u duket interesant të rinjve, mirë po në të njëjtën kohë edhe do të edukohen për drejtat e tyre. Kështu që iniciativën e filluam vjet në periudhën e dhjetorit, më saktësisht në ditën e drejtave të njerëzit. Edhe duke marrë parasysh popularitetin e saj vjet, diku kishim 50.000 luajtje, kishte dikon 340.000 përgjigje të pyetjeve. Do thotë është një numër që edhe gjatë sistemit e edukimit nuk e di ato të mund t'i kalosh 340.000 pyetje, të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e njerëzit. Edhe duke marrë faktin se njëri mund të luajë disa herë lojën, ajo vetëm të jep mundësinë që të futet në kokë ndonjë drejtë, të duket diçka interesant. Edhe loja është e bërë në atë mënyrë që kemi disa planete, dhe secila planet shqyrton temë të ndryshme që ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Edhe duke u nisur nga kjo iniciativë e vjetit, si vjet vendosëm ta ringjallim, nëse mund të them ashtu, lojën. Mirë po me disa momente të reja, e avansuam në një farë mënyre, është më interaktive se vjet ishte vetëm pyetje përgjigje, si vjet ke më shumë interakcion me lojën, duket vizualisht shumë më bukur, edhe momenti ky që është se përveç planeteve që i kemi për temat e ndryshme, dhe këtë vit risi është edhe planeti Portokalli, i cili ndërlidhet me fushatën 16 ditë aktivizëm në
kundër dhunës në bazë gjinore, dhe jo rastisht këtë vit e filluam kampanjën edhe e lançuam navigatorin më herët, do me thënë me 25 nëntor e lançuam, dhe jo rastisht pasi që e ndërlidhëm në bashkëpunim me Zyrën e Kombeve të Bashkuara këtu dhe me OSBE-n, e ndërlidhëm edhe me kampanjën e Orange the World, ose 16 ditë aktivizëm. Kështu që nëse i përmbledhim të gjitha gjërat, do të shifni kur do hyni në lojë se ka një momentum të ri, është pak më interaktive, dhe ajo që dua të cek për gjithë ata që janë të interesuar, se loja mund të luhet në gjuhë shqipe edhe në gjuhë maqedonase. Gjithçka që duhet bëni është të hyni në faqen e www.europehouse.mk, të shtypni, e kemi një baner navigator dhe nuk ke nevojë as të downloadosh aplikacion të ri asgjë, e luan lojën direkt online, ka shpërblime të shumta. Çmimi kryesor është një IT voucher prej 60.000 denarëve, mirë po në bashkëpunim me ambasadat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, kemi edhe dhurata të ndryshme, duke filluar biciklet, kemi kurs në gjuhën spanjolle, kemi udhëtim në Gjermani, kemi bilet për shfrytëzimin e kurrëllave në Evropë, kështu me radhë. Edhe shpresoj që është edhe një incentiv plus për të rinj të marrin edhe ta luajnë lojën më shumë. Nuk di se sa i plotsoj kushtet, por do ta jam kurreshtare ta provoj. Patjetër. Loja është hapur për të gjithë, po është hapur për të gjithë. Vjet mosha mesatare ka qenë, nëse nuk gaboj, diku 27-28 vjet. Që nuk do të thotë se vetëm të rinj kanë nevojë për, ndoshta neve jemi të edukuar në aspektin e të drejtave të njerëzit, mirë po një refresh në kokën tonë çdo herë është një. Patjetër, rifreskimet janë çdo herë të mirëseardhura dhe jam kurreshtare për mënyrën se si funksionon, patjetër. Valon, do të shkëputemi pak për të lidhur me një nga përfitueset e drejt për drejta të bashkimit të programeve të Bashkimit Evropian, gjithsesisht Erasmusin, të cilin e përmendëm. Shefkia Al-Hasani është ambasadore e re e Bashkimit Evropian, e cila nuk ishte mundësi fizikisht të jetë në studio, por gjithsesi teknika na e mundson që ta kemi përsëri në studio për të ndarë mendimin e saj dhe përvojën në këtë drejtim. Mirëseardhje Shefkia. Mirësi e gjitha kështu virtualisht, dhe përshëndetje nga Struga, përshëndetje Nora, përshëndetje Valon. Faleminderit që pranove sot të ndash përvojën tënde që ke në këtë drejtim me qytetarët tanë, në veçanti për të ndarë përvojën me të rinj të cilët presin para ekraneve, për të dëgjuar të gjitha ato që ke qenë, të më thënë, 2 herë fituese programit Erasmus ke qenë, apo jo? Cila është përvoja jote në këtë drejtim, më thuaj? Fillimisht faleminderit për ftesën. Unë jam çdo herë e lumtur sidomos të flas për një nga përvojat apo eksperiencat që kam pas një rol shumë të veçantë në formimin tim si personalitet, jo vetëm si individ, por edhe për të them pasurimin e bagazhit tim akademik. Unë kam pasur fatin që 2 herë të shfrytëzoj programin e Erasmusit, që është një këmbim studentor mes universiteteve, domethënë Universitetit AM ku një student studion dhe bashkëpunimi që ato e kanë me universitetet të caktuara në Bashkimin Evropian. Periudha kur unë jam kyçur në këtë program ka qenë shumë herët para se të jetë shumë i famshëm ky lloj programi, por që mund ta them që ka qenë një ndër zgjedhjet më të mira që i kam bërë në jetën tim akademike. Domethënë unë kam shfrytzuar 2 herë këtë mundësi, njërë ka qenë në studimet e mia bachelor, ku e kam kryer një semestër studimor, një semestër akademik në Universitetin e Ljubljanës në Sloveni, dhe pastaj në master, ku kam kryer faktikisht 2 semestra, po 1 vit të plot në Universitetin e Grazit në Austri. Është përvojë shumë e mirë, po na trego për mënyrën e aplikimit, do me thënë mënyra bëhet nëpërmjet Universitetit TAM, apo aplikon vetë si individ studenti? Bëhet përmes universitetit. Të drejtë aplikimi ka çdo student që ka dëshirë dhe motivim, po dhe është i gatshëm që të dalë jashtë komfort zonës dhe ta sfidoj veten në një ambient krejt të ndryshe, siç është një universitet ndërkombëtar. Kështu që domethënë universitetit bëjnë shpallje të mundësive ekzistuese, domethënë për cilin universitet, në cilin shtet, në cilin drejtim, njoftohen studentët dhe studentët që kanë
kanë dëshirë, ka një procedurë aplikimi, domethënë ka pjesë administrative, ka pjesë formale që duhet të plotësohen. Pas kësaj, domethënë formohet zakonisht një këshill apo një komision brenda universitetit, të cilët pavarësisht nga numri i aplikuesve që ka, bëjnë analizimin e studentëve dhe kush më së shumti domethënë i plotëson kushtet dhe në një farë mënyrë nominohet studenti që duhet ta përfitoj këtë mundësi dhe pastaj fillon faza e dytë e procedimit, le të themi, të gjithë kësaj procedure, domethënë përmes koordinatorit që është i caktuar në universitetin përkatës apo universitetin am ku studenti studion, përcaktohen domethënë zgjidhen lëndet mërsimore, zgjidhet orari i cili do ndiqet, andaj krijohet një learning agreement apo kontrata e mësimit e lëndeve që quhet, që është shumë e rëndësishme, domethënë lëndet që zgjidhen në këtë kontratë përmes dy universiteteve dhe krijohet një marrëveshje që provimat apo lëndet që do të ndiqen në universitetin ku studenti bën këmbimin studentor do të pranohen më pas në universitetin ku ai kthehet pranë në universitetin am. Mundësia si mundësi domethënë parashikon mbulimin e shpenzimeve në kuptimin që ti ke një bursë mujore e cila ndryshon varësisht në shtetin ku studion dhe pjesa tjetër logjistike, nëse mund të themi gjetja e akomodimit apo disa çështje tjera, duhet domethënë të realizohen nga vetë studenti, por ka dhe organizata studentore që funksionojnë në kuadër të programit Erasmus, të cilët zakonisht i ndihmojnë studentët në gjetjen e akomodimit apo procedurave administrative kur ato më veç fillojnë studimin në universitetin ku ato kanë zgjedhur të jenë, domethënë edhe ato procedurat ligjore siç janë paraqitja në atë qytet ku ti marrja e leje qëndrimit edhe kështu me radhë, domethënë procedura për shkak se ti realisht merr dhe vizë studimore nga ambasada përkatëse e shtetit ku do studiosh, për shkak se bëhet fjalë për qëndrim 6 mujor deri 7 mujor dhe jo 3 mujor siç është e parashikuar, domethënë qëndrimi përmes zonës Schengen dhe domethënë kretë kjo është një proces që fillimisht duket sikur është shumë i komplikuar, por që në realitet ka një mënyrë koordinimi shumë të mirë dhe të gjithë janë të hapur për të ndihmuar dhe që në çdo moment ja vlen çdo mund që e jep në gjithë këtë angazhim. Të faleminderit për të gjitha këto informacione që i ndave për studentët tanë, për të rinj të cilët duan të aplikojnë, se nuk e kanë të vështirë, se mund t'i inkurajojmë që të bëjnë hapat e tillë për të pas përvoja sa më të mëdha. Më thuaj edhe një gjë, përvojën tënde si ambasadore e re e Bashkimit Evropian, je e nominuar, duhet të aplikosh, apo duhet të jesh aktiviste për të drejtat e të rinjve, apo aktiviste në fushën e të rinjve për të qenë pjesë e kësaj? Kjo është një program krejt tjetër, domethënë që nuk ka të bëjë as pak me Erasmusin, është një network apo një rrjet i të rinj që si projekt implementohet në pjesën e Ballkanit Perëndimor dhe si projekt domethënë është i iniciuar dhe implementohet nga një platformë komunikimi mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që quhet We Balkans, domethënë për të bërë pjesë e këtij rrjeti faktikisht duhet të plotësohen disa kriteriume që është fillimisht të jesh shtetas i një nga 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke pas parasysh këtu Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, Bosnjën dhe Malinezi. Programi ka diku ke 5 vite që implementohet, deri tash ka pasur 3 thirrje të hapura për të kyçur, për të bërë pjesë e këtij networku apo rrjeti i të rinj, përveç moshës që duhet të jesh prej 18 deri në 29, domethënë është shumë e rëndësishme që të kesh një bindje pro-evropiane, të jesh aktiv në shoqërinë ku jeton dhe vepron dhe të kesh motivim për punë vullnetare absolutisht. Por përveç këtyre domethënë kërkesave që janë minimale, mendoj unë, krahasuar me përfitimet që i merr nga ky projekt, përfitimet janë shumë më të larta, duke qenë se të jepet mundësia të kyçesh në për trajnime të ndryshme profesionale, jo vetëm këtu në vendin tonë, po edhe në më shumë vende të Bashkimit Evropian. Domethënë ke bashkëpunim direkt edhe me Europe House në Strug dhe gjithë delegacionin evropian në Shkup, që domethënë edhe Valonia është aty që ne vazhdimisht bashkëpunojmë në për projekte, organizime të ndryshme, po dhe seminare dhe po dhe mbështetje financiare për iniciativa të vogla lokale që ne i marrim në kuadër të këtij programi.
Shefkia, të faleminderit për të gjitha këto informacione. Do të rikthehemi në studio për të diskutuar më hollësisht edhe me Valonin pikërisht të gjitha aktivitetet, duke përfshirë edhe kryeqendrën, por edhe pika tjera. Të falenderoj shumë për informacionet mjaft të vyeshme dhe të çmuara për të rinjtë tanë. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi. Ju dëshiroj ditë të mbar. Rikthehemi përsëri Valon. Përmendi shumë gjëra në formë të detajuar, të cilat janë shumë të rëndësishme për të rinjtë tanë. Po, Nora, me Shefkien kemi bashkëpunimin mjaft të mirë. Do të thotë është një nga Young European Ambassadors më aktive. Është mjaft aktive edhe në Struk. Kemi bashkëpunime të shumta edhe me Europe House-in në Struk. Kështu që e përshëndes shumë edhe e inkuarajoj për gjitha aktivitetet që i bën. Ndërsa sa i përket Erasmusit, neve edhe vjetë edhe si vjetë kishim disa organizime në këtë temë. Në qytetet të ndryshme, si vjetë ishim në Tetov, ku bëm një panajir në bashkëpunim me ambasadat e shteteve anëtare të BE-s, Team Europe, ashtu i thirrim, edhe ku në secilin në shtandin e vetë prezanton të mundësi për ndonjë shkëmbim në ndonjë universitet të vendit të cilet ata e përfaqësojnë. Kështu që ka interes të madh. Vjetë ishim edhe në manastir, e kështu me radhë dhe zakonisht një vendet e tilla organizohen shkollat e mesme dhe është një furie e nxënësve. Edhe sa kam informatën edhe prej universiteteve, ka shumë që kërkojnë të jenë pjesë e Erasmusit. Edhe vërtet është një eksperiencë mjaft interesante. Kjo edhe është determinuesi asaj që të rinjtë tanë po përqafojnë, si shtam, vlerat evropiane dhe duhen të jenë pjesë e Evropës. Mirë po, ekziston edhe një euroskepticizëm tani, duke marrë parasysh, ja na shkalojmë ngjarjet politike, por sa të rinjtë kyçen, sa ka treguar pak a shumë e përmende pjesën e navigatorit, të me thënë njëshit që ka pas një rezultat të dukshëm edhe prandaj edhe keni vazhduar me lojrat të tilla, apo të themi gamifikimin, si që e përmende, të diçkaje e cila është një çështje e cila është e rëndësishme për ta mësuar. Sa të rinjtë janë, do me thënë, shprehin interesim pa u iniciuar nga një institucion apo nga universitetet për të ardhur dhe për shprehur ndonjë ide për të realizuar ndonjë aktivitet të caktuar. Shif, Nora, për të fillu një bashkëpunim, çdo herë duhet të ketë një shkaktar. Ndonjëherë është institucioni, ndonjëherë është ndonjë shok i ngushtë, ndonjëherë është ndonjë thirrje, ndonjëherë është thjesht ndonjë event që ka ndodhur në hapësirat tona, vjen dikush rastësisht, njoftohet me dikant dhe pesha e Europe House-it edhe gjithë rrjetit është mu ky rrjetëzimi të rive që kur vinte ne, thjesht e njofton dikant, thjesht e merr një vetë besim kur ta sheh një shok të tij ose dikant që është angazhuar në ndonjë projekt. Kështu që kemi mjaft të rinj që interesohen, shumica gjithçka është online, gjithçka është digjitale dhe ditë sotit për të kërkuar ndonjë mbështetje ose për të kërkuar hapësirë në Europe House është shumë thjesht, vetëm hyn në webfaqen e Europe House-it e përshkruan idenë, kërkon ndonjë datë kështu me radhë dhe fillon bashkëpunimi. Po, aty nuk duhet as institucion as asgjë. Nuk duhet të kesh as organizat neve, edhe pse përdorim, edhe pse bashkëpunojmë me shoqërinë civile, kemi edhe iniciativa të individëve të ri të cilët vinë te ne dhe kërkojnë mbështetje. Ka shumë iniciativa që vijnë nga Young European Ambassadors, duke e pas ata mbështetjen edhe nga We Balkans. Kështu që kam pas iniciativa të ndryshme individ të cilët kanë një farë prirje ose kanë një farë motivi për të bërë diçka, ose në lidhje me ambientin, ose në lidhje me kulturën, ose në lidhje. Kemi edhe të rinj si përmarrës të cilët e kemi pasur në për debate, panele të ndryshme ku kanë folë edhe për karrierën e kështu me radhë. Kështu që vërtet është një, si të them, një aspekt pak më ndryshe
asaj përditshmërie që e shohim ne gjithandej, edhe vetë hapësira Europe House-it kur hyn brenda të jep një farë ngrohtësie. Unë shpesh edhe vajzën time e sjelli, kemi iniciativa edhe për me të vezlit, i kemi këto book clubs nëse mund të them ashtu, ku fëmijë vinë dhe lexojnë libra, mësojnë diçka, rjetëzohen, bëjnë shoqëri të cilët nuk i kanë shkollës në familje. Kemi pasur iniciativa të ndryshme si klubi shkencës Science Club, ku më të vezlit kanë mësuar për kimin, për fizikën e kështu me radhë. Kështu që iniciativat i kemi nga të vezlit deri në ata në moshën pak madhore. Po fokusi gjithmonë është të rinjtë, edhe më pëlqen se shumica e iniciativave vinë edhe nga ana e tyre. Nga ana e tyre, kjo është e rëndësishme. Valon, do të ndalem pak të java për edukim mediatik. Duke marrë parasysh edhe hovin zhvillimin teknologjik, ndërhyrjen e inteligjencës artificiale, një fluks të themi të informatav, dezinformatav të cilat i thithin të rinë nëpërmjet të rrjeteve sociale dhe platformave të ndryshme, ju keni realizuar edhe një konferencë e cila ishte mjaft e madhe. Më thuaj pak më shumë për këtë që të ndërlidhem edhe me pyetjet e mia. Ishin një sër aktivitetesh gjatë javës edukimit mediatik, e cila filloi me konferencën që e cekët në hapësirat e hotelit Holiday Inn. Më saktësisht është konferencë mirë po për Ballkanin Perëndimor. Edhe çdo vit organizohet, si vjet u organizua në Shkup, ku mblidhen ekspert edhe punonjës të mediave ose që kanë të bëjnë me komunikimin, ekspert që kanë të bëjnë me komunikimin, ku mblidhen edhe të shqyrtojnë çështje të ndryshme, duke futur këtu edhe inteligjencën artificiale, e cila është ndryshimi më i madh që po na ndodh këto 3-4 vitet e fundit. Me cilin duhet të adaptohemi patjetër. Edhe duke pas parasysh se është një temë mjaft e rëndësishme, gjithsesi se duhet të jepet një fokus si në aspekt edukimi, si në aspekt trajnimi e kështu me radhë, informimi e kështu me radhë, edhe si baza asaj neve kishim një sër aktivitetesh, e para ishte konferenca, mirë po pas asaj kishim edhe 2 aktivitete, një në Shkup, një në Tetov. Në Tetove kishim në bashkëpunim me Universitetin e Evropës Juglindore, kishim një bashkëpunim mjaft të mirë, ata e kanë edhe një sektor brenda në universitet i cili mirret me çështjen e edukimit mediatik, edhe pam si mundësi bashkëpunimi së bashku me ambasadën e Lituanisë, të cilët e sollën një ekspert i temës lajmeve të rreme dhe inteligjencës artificiale kur janë në pyetje lajme të rreme, edhe bëm një workshop me studentët e 2 universiteteve, të Universitetit të Evropës Juglindore dhe Tetovës, mirë po eventi ndodhi në Fakultetin e Evropës Juglindore. Në gëzon fakti se kishte interes mjaft madh, zakonisht për këto tema të ne ende janë të panjohura, mirë po kishte pat interes mjaft të madh, edhe trajnimi ose workshopi ishte mjaft interesant, edhe eksperti ishte në moshë i ri, edhe mënyra e prezantimit, ato case study që i kishte lidheshin disi me përditshmërinë tonë. Dhe pas asaj kishim edhe një aktivitet në Shkup, ku mblodhëm ekspert nga fusha e komunikimit edhe gazetarisë, edhe në bashkëpunim me ambasadën e Lituanisë dhe të Suedisë në rastin në Shkup, sollëm 2 ekspert, të cilët e ndanë ekspertizën e tyre në lidhje me çështjen e edukimit mediatik. Përndryshe në sajt të konferencës në Shkup, kishim edhe një ekspozit, AI and I, të më thënë inteligjencë artificiale dhe unë, ku elaborohen disa gjëra që duhet shmangur, disa gjëra që duhet të ruhesh, pasi që gjithë jemi pjesë e rrjeteve sociale, tërditën jemi online, edhe në përmjet ekspozitës u munduam që disi të përcjellim një mesazh kur vjen pyetje mbrojtja e çështjeve personale e kështu me radhë.
E përmende që është e vështirë edhe i gëzuar nga fakti që ka pas shumë të rinj të cilët kanë marrë pjesë, pasi që janë tema pak më të rënda të teme për të rinjt apo për një moshë të re, qoftë shkollave të mesme apo studentët. Kyqeshin, ishin të kyqur vazhdimisht gjatë, kishin informacione rreth asaj, si të duke gjithë ai interakcion që kishit në brenda, kishin informacione rreth asaj, pasi që po punohet shumë për rreth edukimit mediatik, por sa po e përçojmë edukimin mediatik deri tek ata që duhet ta kapin, ta marrin. Shif si problematik, gjithë e dim se është aty edhe të rinë, edhe ata balla fato, kur e hapin mediumet sociale dhe ata shohin një fotografi e cila është montim ose ndonjë video që është gjeneruar me AI, mirë po nuk e trajtojnë si teme edukimit mediatik, edhe është mirë kur organizohen kështu evente, pasi që i jep një kahje tjetër problematikës. Edhe fakti që pjesa e eventit atë ditë në Tetov, një pjesë ishte më shumë teori prezantim, mirë po pjesa e dytë ishte edhe ma praktike pak. Edhe zakonisht kur është pjesë më praktike edhe i fut i integron në procese dhe vetë ata që ishin aty atë ditë. E bëri seancën edhe më interesante edhe për të rinjt, thjesht e luajtëm një lojë, mirë po kishte edhe prezantim se sidomos në Shkup gjatë prezentimit kishte edhe momente ku edukoheshim se si një profil në rrjetet sociale si mund të identifikohet nëse profili është fake, si mund të identifikohet nëse fotografia është fake ose jo reale ose video. Nora para 2-3 viteve ka qenë shumë lehtë të identifikohesh. Mirë po si po avancohet kjo çështja e inteligjencës artificiale, as më të perfeksionalizuar e ke, kështu që në ditë të sodit mund të klikosh në një gjë që realisht mund të bëjë një problem të madh, duke mos e ditur se je fut në ndonjë lojë, pasi që gjithçka duket shumë reale. Tash, derisa të vim në një moment ku do të rregullohen këto gjëra, shpresoj, do duhet paktën të shpërndajmë një farë lloj edukimi. Nuk e kam frikën shumë të rinjt, ndoshta kështu lloj edukimi do duhet edhe për më të moshuarit, se zakonisht ata janë targeti më kryesor kur vjen puna te teknologjia. Po, patjetër që po. A keni programe edhe pse Europe House merret me, keni programe tjera kur i përmende moshën më të avancuar apo moshën më të pjekur? Keni punuar me ata? Ne si Europe House përqendrohemi më shumë në të rinj. Nuk do me thënë që nuk kemi pas delegacioni Bashkimit Evropian ka. Delegacioni zakonisht mirët edhe me mirë, po në përgjithësi përqendrohemi në të rinjt edhe vetë mesazhi i Europe House është këtu për të rinjt. Kemi qenë vendi i gjeneratës së re, mirë po me 6 vjetorin bërëm një ribrendim dhe sloganin e ndruam, tani jemi këtu për të rinjt. Ekziston një moment se vendi gjeneratës së re na identifikonte me Europe House si vend. Mirë po, deshëm të përqojmë një mesazh se Europe House si brand, si organizatë është këtu në gjithë territorin, edhe jo vetëm në zyrat, se shumicën e organizimeve, eventeve që kemi edhe në hapësirë edhe në për vendet tjera, kështu që u munduam ta përqejmë një mesazh, mirë po fokusi është te të rinjt. Prej vendi gjeneratës së re këtu për të rinjt. Kështu që ne si Europe House jemi të fokusuar më shumë te të rinjt. Përmendëm, besoj që përmendëm gjitha temat, edhe pse na mbetet çdo herë për të diskutuar më shumë rreth asaj. Tema si liria, barazia, solidariteti, humaniteti, gjithçka që lidhet me të rinjt, qoftë edhe ekologjia, arsimi, edukimi, tema të tjera. Gjatë vitit e kaluar më kujtohet ishte edhe gara humanitare për solidaritet në Koçani. Kemi pasur aktivitetesh në Koçani. Ai ka qenë vetëm fillimi. Faktikisht fillimi ka qenë prej ditës kur ndodhi fatkeqësia, delegacioni Unionit Evropian me njerë aktivizoi gjitha
mundësitë e mundshme që shumica e të lënduarave të trajtohen nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po, përpos asaj ne si Europe House kemi pas aktivitete të ndryshme, duke filluar nga garën të cilën e bën në aspekt solidariteti dhe ku bën një donacion ndaj familjeve të prekura. Neve gjatë gjithë kohës kemi organizime në qytetin e Koçanit, kemi pas organizime kulturore, shfaqje teatrale, kemi pas aktivitete sportive, ciklizëm me kështu me radhë, vetëm me një qëllim që të mbajmë ato aktivitetet, të mbajmë të rinjt në vend edhe t'ju japim diçka si mundësi e kështu me radhë. Gjithashtu edhe që kemi pas organizime në Shkup, mjaft të ri nga shkollat në Koçani i kemi sjellë këtu, vetëm 2 ose 3 ditë më parë ambasadori ishte edhe u takuam me familjet e të lënduarve. Kështu që po mundohemi sadopak të jemi prezent edhe të bëjmë atë që ne si institucione, si organizatë mund bëjmë. Mos them ndonjë mesazh për në fund, por do doja ndonjë apel për të rinj, ndonjë lëshim që kemi bërë ndoshta në informacionet edhe pse u munduam që të përmbledhim gjitha mundësitë, por përsëri të lë fjalën ty për të thënë atë që do të kishe thënë për në fund. Pikë e parë, dua të cek se kanë edhe pak lojë ta luajnë lojën navigator. Deri me 14 dhjetor është loja hapur. Do i kisha inkurajuar që të luajnë sa më shumë, jo vetëm të fitojnë dhurata, por edhe të mësojnë diçka më tepër. Ndërsa si apel, dua t'ju them se dera Europe House është gjithmonë e hapur, personeli, kolegët e mi, gjithë janë të hapur, gjithë janë pozitiv, kështu që mos frikohen nëse ka ndonjë iniciativë, nëse ka ndonjë ide për të bërë diçka, ndonjë gjë që i prek pozitivisht temat e të rinjve ose temat që në interesojnë të gjithëve për të ecur këtë vend përpara edhe shoqërinë, mos të hezitojnë, le të drejtohen në Europe House. Fundit nuk ka tjetër të marrin ndonjë iniciativë, por le të na përcjellin në faqet e rrjeteve sociale, kemi aktivitete të ndryshme, mund të vinë, të shoqërohen, të bëjnë ndonjë farë rrjedhime dhe nuk mund ta dish në të ardhmen ku mund të cilë kjo rrjedhim. Valon, të faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit Bashkimi Evropian dhe ne po ecim bashkë, duke u munduar që t'ju ndjekim, edhe pse po ecni me hapat për shpejtum dhe në këtë drejtim do t'ju kisha falemderuar për gjithçka që ofroni për rinin tonë. Falemderit edhe juve për ftesën edhe çdo kënaqësi. Të nderuar të shikues, këtu përmbyllim këtë edicion të emisionit tonë Bashkimi Evropian dhe ne. Siç mësuam, Evropa nuk është vetëm një nahart, ajo fillon nga aktivitetet e përditshme, nga gjithçka që na rrethon. Ne nuk duhet jemi vetëm në aspektin gjeografik pjesë e Evropës, por duhet i përqafojmë vlerat evropiane për të qenë aty. Dhe vlerat evropiane janë ato demokratike të cilat duhet i përqafojmë, mundësi të shumta reale për të rinjt, të cilët i inkurajojmë sot që të drejtohen në Europe House, nëpërmjet formave të ndryshme, nëpërmjet webfaqes së tyre, nëpërmjet institucionit, apo kudo që mund të gjejnë një kontakt për të parë aktivitetet e tyre, për të kyçur në aktivitetet të shumta, pasi që janë një mundësi shtesë që ata të zhvillohen, të kenë një hapësirë më të madhe veprimi të aktiviteteve të tyre. Ju faleminderit që ishi sonte me ne. Natën e mirë.